Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun xhalla wala falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Ne sonë të takohemi në takimin e radhës, lutë Allahun xhalla wala që ta bën takim të dobishëm, të frytshëm për neve në këtë dunja dhe të shpëlyer ditën e takimit me Allahun te baraka ve taala. Edhe sonë do të jemi inshallah së bashku në takim me surën Adh-Dhariyat. E sonë të inshallah po shpresoj që përfundojmë pas disa ligjëratave me këtë sure. Kemi thënë se sura Adh-Dhariyat, të nderuar vëllezër dhe motra, është një sure e cila në vetën e saj përmban disa kuptime të rëndësishme bazike për formimin tonë. Shpjegon jetën në përgjithësi dhe pengesat kryesore që i gjenë robi në rrugtimin e tij te Allahu te bareka ve taala. Andaj nuk është e rastësishme që shpeshherë dietarët e kanë preferuar këtë sure për këdo që ka problem me rrezikun, furnizimin. Jo që kjo sure të lexohet disa herë të vjen rreziku, po që ta kupton drejt çështjen e furnizimit këtë dunja. Nëse për shumë njerëz rreziku është problem, qoftë në aspektin e fitimit, qoftë në aspektin e shpenzimit, qoftë në aspektin e falëndrimit, mirënjohjes e kështu me radhë. Sa njerëz domthonë e kanë humbur veten dhe familjen e tyre në angazhimin e tyre të vazhdueshëm në kërkim të rrezikut. Sa njerëz është bërë pikërisht lakmia për rrezik, pengesë për të adhuruar Allahun azza wa jall, për të larguar nga haramet. E problemi tja që ka sjell, domethënë, kjo çështje e rëndësishme në jetën e njerëzve. Sa rreziku ka qenë edhe shkaktar i konflikteve familjare, problemeve mes njerëzve, madje edhe vrasjeve, që në fund askush s'ka gëzuar për çka janë vrarë njerëz mes vete. Duke pas parasysh se rreziku është kaq i rëndësishëm nga njëra anë, por kaq me ndikim në jetën e njerëzve, Allahu te bareka ve taala e përmend në këtë sure dhe disa herë, domthonë kemi përmendur se Allahu azza wa jall në këtë sure përmes disa ajeteve ka trajtuar çështjen e rrezikut. Edhe kjo sure ka filluar realisht me rrezik. Domthonë shpërndarja e rrezikut, ku Allah betohet në krijesat që shpërndajnë rrezikun dhe për rrezikun, pastaj edhe është betuar se rreziku është tek ai e kështu me radhë, ka ardhur edhe tash në pjesën e fundit ku prapë përmendet rreziku. Kjo ishte një, me thonë, përmbledhje përgjithshme e asaj që kemi marrë deri më tani. Ndërsa në fund kemi përmendur të nderuar vëllezër një udhëzim të Allahut azza wa jall pejgamberit alayhi salatu wasalam në raport me ata njerëz të cilët kanë preferuar që rreziku i tyre në raport me shpallën të jetë refuzimi fatkeqësisht. Donë që rreziku i tyre në raport me shpallën të jetë lufta ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe kjo lloj rreziku e kanë marrë. Sikurse për shembull që njëri përzgjedh në mesin e shumë halallave, rreziku i tij të jetë për shembull harami. Edhe ky ka përgjithë që rreziku i tij të jetë mohimi. Ka përgjithë që hisja e tij nga rreziku të jetë lufta dhe kundërshtimi ndaj Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe Allahu xhallahu thot fatawalla anhum, te mos u merr me ta. Kemi përmendur se çka nuk kupton mos u merr me ta. Do të thonë mos u merr me reagim ndaj tyre. Mos tento ta shër çdo dilemë që ata e hudhin në drejtimin tënd, ta është të mirësh me ta me kohë, me orë, me ditë, unë nuk jam kështu, jeni ju kështu, nga se kjo të merr energji, të humb kohë dhe të shmang nga misioni yt. Ndërsa në fundit çka do që ata thonë, ti nuk je fajtor për këtë. O me ante bimelum, ti nuk je i qërtuar për këtë. Dhe kjo është të ndërruar vëllezër përgëzim i madh i Allahut xhallahu ala për gjithë neve. Ka se kurrë që përpjeket në rrugën e Allahut azza wa jall, përpjeket për përmirësimin e familjes, shoqërisë, për udhëzimin e një rrugë të Allahut xhallahu ala, po ja që nuk gjen përgjigje të kërkuar, të kënaqshme. Njerëz ndoshta refuzojnë, ndoshta flasin keq për të. Besimtari duhet ta ketë parasysh veç Allahu xhallahu ala am qartan. Domthon nga komplet veprimtaria ime, a jam tek Allahu i qartuar. Nga se tek njerëzit, çdo që t'ia bësh, kimë mbeti qartuar. A ka dikush nga njerëzit që nuk është qartu? S'ka. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sa ka qenë i butë, i mirë, i dashur, gjitha prapë kanë qartuar. Dhe njerëzit nuk mund të kënaqë.
njerëzit kur nuk kënaqen. Madje ata që sot kënaqen, nesër të pakënaqur. Çështot është tradita e njerëzve. Dhe Allahu na mëson që rrugtimi ju në jetës mos të jetë i ndëlitur me qefet e teket e njerëzve, që ti shpëtojmë qortimeve të njerëzve. Nuk mund të shpëtosh. Nuk mund të shpëtosh. Andaj ajo që duhet ta kesh parasysh, domethënë është ti shpëtosh qortimin të Allahut Azza wa Jall. Ai që dërmon masat e duhura, ai që bë punë e duhur që Allahu mos më të qortu. Ditë e gjykimit, nga se qortimi i tij është dënim. Ndërsa për njerëzit kjo nuk mund të ndalohet asnjëherë. Allahu Azza wa Jall fjalët e këqija të njerëzve si kanë dalë as në raport me Allahun Azza wa Jall. Ka mujt këtë me i ndalë njerëz. Allahu ka mujt me i ndalë njerëz që bile spaku për Allahun keq më fol. Ani për pejgamber të flasë, për libër, për fe, për musliman, mirë për Allahun ka mujt me i ndalë. Nuk kanë dalë. Njerëz flasën për Allahun çka është më e keq që mund të shme fat keq çështë. Edhe dunja është e tillë. Fjalët e njerëzve nuk mirën parasysh. Por ti vazhdon misionin e dhikr fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Këtu kemi met. Ti vazhdon misionin. Mos të pengon ty e keqja e të keqit, atë ligësia të ligut, as shpifjet e shpifësve edhe domthonë akuzat e ndryshme, mos të pengojnë ty me vazhdu me misionin tënd, misionin e pamirësisë, misionin e shpërndarjes së asaj që është e mirë, misionin e përmirësimit të njerëzve. Mos të pengojnë. Dhe këtu kemi disa kuptime me rëndësi. E para të ndërmjetëse këtu që duhet mundon është se nuk duhet njëri kur më u zhgënjy as më u dëshpëru për shkak se dikush s'pranon, për shkak se dikush refuzon, për shkak se dikush nuk beson. Nuk duhesh më zhgënjy për këtë. Pse? Të gjithë nuk kanë pas të atij që kanë besu, edhe të atij që nuk kanë besu. Kështu në dynia ndahet. Dhe ti vazhdo mision. Këta po refuzojnë, këta po akuzojnë, por keq për ty, në rregull, vazhdo. Nga se ka me pas tjerë që kanë me të besu, vazhdo ti me punën tënde dhe vazhdo ti me misionin tënd. Vazhdo me përkushtimin tënd. Fundi pastaj është në dorën e Allahut te bareke ve teala. Fundi në dorën e Allahut xhela wala, nuk është në dorën e njerëzve. Njerëzit nuk planifikojnë që fundi kësaj pune më orë kështu, po si vjen ashtu. I vjen si ka caktuar Allahu te bareke ve teala, ka se gjithçka është në dorën e tij. Ai vendos dhe ai gjykon dhe nuk ka mundësi askush me apelu apo me rënu apo me eliminu gjykimin e Allahut te bareke ve teala. Ai ka më vendos në fund çka ka menduar me këdo prej neve. Prandaj njëri vazhdon me atë që Allahu e ka ngarkuar, wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Dhakir ti rikujto. Çka nuk kupton kjo rikujto? Dhikr është kujtoju njerëzve, kujtoju njerëzve. Çka i bën kujtoju njerëzve? Kjo i bën njerëzit ka mundësi që kanë ditë në kaluarën, po kanë harru. Dinamika jetës i ka hutu, i ka habit, tash ti ktheje në vëmendjen e tyre atë që ata duhet me ditë. Ka mundësi që dikush nuk din, ti mësoje duke ja kujtu se këtë mësim duhet ti me ditë. Mësa. Dhe këtu të ndërvëzër kuptojmë se Allahu Azza wa Jall nga pejgamberët e tij dhe nga trashëgimtarët e pejgamberëve ka kërkuar që ata ta ndërtojnë misionin e tyre kryesisht në fjalën e thënë. Shpesh na e nënvlerësojmë fjalën. Nuk ka puna veç me fol, nuk ka puna veç me kallëzu ders. Mirë, çka ka puna më shumë se kaq? Po, ti duhet të qenë që praktikant, për kështu obligimi jot me Allahun Azza wa Jall. Për shembull, unë nëse i thras njerëz namaz, a duhet me praktikuar namazin që njerëz me u fal, apo duhet me praktikuar namazin pse Allah e ka grupi meje? Prandaj namazi jam s'ka të bëjë me ftesën time. Po, kur ftoj në namaz, edhe falem, është më fuqishme, më dobishme, më ndikim këtu në rregull. Po a lidhet obligueshmëria e namazit me thirrje namaz? A ka lidhje me këtë punë? Jo, s'ka lidhje. Ka se dikush që kur namaz nuk fton e ka obligim të falë. Andaj çështja e fjalës çështja e madhe, po fjala për të pas ndikim duhet me qenë e shoqëruar me vepër, padyshim me praktik, me sinqeritet, me pas dyftësi, kjo është normale. Po fundit fjala është më rëndësi. Misioni i pejgamberit ka dhënë me fjalë. Iqra. Për shembull të ndërozë, a ka pas mundësi me fillu misioni i pejgamberit të ndryshe? Qysh për shembull ndryshe? Për shembull, ka pas mundësi me fillu misioni i pejgamberit alayhis salam duke pasuru shumë pejgamberit alayhis salam.
E pastaj ato 6 muaj ditë përgatitje që ka pas ondra e domthon vetmia në shpellë me qenë përgatitje formës tjetër, sikurse për shembull me pasuru Allahu Azza wa Jall, pasuri domthon marrëmendse, edhe ai bëhet një bamirës i madh në Mekë si përgatitje që njerëzit më besu. A ka mujt me kështu? Ka mujt me kështu? Ka mujt? Don përgatitja për shpallje me qenë përmes domthon donacioneve, përmes kontributit për shembull humanitar, ka mujt me qenë kështu. Ka mujt me qenë për shembull përmes një ndikimit pejgamberit sa të njerëz këtu me vëmë taj një shoqëri. Pra më shoqënohu me këta, se nesër kur të bëhet me shpallje, ti ke pas ndikim se i ke pas ta shok. Me koni përgatitje shoqërore, duke lidhur raporte me njerëz të fortë Mekë. A ka mujt me koni shunizma? Ka mujt me qenë? S'ka qenë as së para, as e dyta, as e treta, as e katërta, kur s'ka qenë. Ka qenë fjala Iqra, nisja. Edhe ka nis pejgamberi me fjala ka filluar. Po ato të mëhershmet, besnik i sinqert, ato realisht për një natë kanë marrë fund. Meni ka thonë ti gënjeshtari mashtrues, domthon aja që e ka pas pejgamberi si lloj identifikimin Mekë, ka kryer punë për da, po për shumitë s'ka kryer punë. Se merje kanë marrë, domthon ato çmime që ja kanë jep vet, ja kanë marrë, kon ti si ki çmime dhe prej sot në vend besnik ti mashtrues. Në vend i sinqert i vërtetë je tradhtar, je gënjeshtar. U krij puna. Ja kanë çështë ka filluar misioni. Prandaj fjala është më e rëndësishme vëllai. Fjala. Andaj duhet me mësu fjalën. Duhet me mësu fjalën, duhet me prap fjalën. Duhet me i përdor mekanizmat e ndryshëm për me pra fjalën. E pastaj edhe aspekti humanitar, edhe bamirës, edhe produktiv, gjitha, po janë që kryjnë punë, por janë në ndihmës të fjalës, jo zëvendësimi i fjalës. Asdo njerëz e kanë zëvendësuar fjalën me projekte tjera. Në fund çka? Po na do të më bëj mirë, po na do të më fol njerëz mirë. E për me pranoj fjalën e mirë do të më bëj mirë. Do të më kuptoj cili është mjeti së qëllimi. Por jo të zëvendësohet fjala me diçka që realisht është mjet, a të bëhet qëllim. Fjala më rëndësi. Nga se njeriu ndikohet me fjalë. Edhe hyrja në Islam është me fjalë. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah, kaq me fjalë hen, me fjalë del. Pa fjala ka peshë në madhe them. Dhe realisht aktiviteti i pejgamberit alayhi salatu wasallam kryesisht çka ndërtu? Në fjalë. Po dikush më thotë, e ka krejt të rregull, po pse gjitha këtu ku ti ka shërby? Fjalës. Prandaj çka kena trashëguar nga pejgamberi sa? Fjalët e tij. Edhe fjalët e sahabëve për pejgamberin alayhi salatu wasallam. Dhe kur themi wa dhakir, rikujto fal mirë, përkujto njerëzit për hapet mirën, nuk është kjo, domthon ajo më e lehtë e mundshme. Jo, kjo është më e vështirë e mundshme. Nuk është e lehtë. Nuk është ne më ballafaqur me njerëz që ndoshta nuk besojnë, kanë diskutime, kanë dilema, kanë probleme. Këto këtu shëron me çka? Me fjalë. Një që ka dilemë për fe me çka shëron? Me fjalë. Ai që ka dyshime me çka trajton? Me fjalë. Ai që ka dominim të epshit me çka shëron? Me fjalë. Me fjalë është punë e madhe, është çështje e madhe. Njëri me një fjalë drejt shumë, me një fjalë prish shumë. Fjala. Andaj Allah tha wa dhakir, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Te rikujton, nga se rikujtimi, përkujtimi, fjala e mirë i bën dobi besimtarve. Domthon askush mos përfitoft, besimtar përfitojnë. Edhe kemi një dobi me rëndësi të ndërvozëm. E para është se kur Allahu azza wa jalla thot fjala, so po e quaj dhikra, fjalë po i thon. Se ti kur kujton dikon, kur mëson dikon bën me fjalë. Andaj fjala e mirë, Allahu thot i bën dobi besimtarve. Çka nuk kupton kjo i bën dobi besimtarve? I bën dobi besimtarve, domethënë për shkak se besimtari dhe besimtareja, domethënë në bazë të besimit që kanë, gjithmonë janë të etur për mësim. Qoftaj rikujtim, qoftaj mësim i ri atë. Andaj gjithmonë kur dikush thot diçka, ti i kënaqesh, pse? Se ai ta freskon besimin, të motivon, të inkurajon, të këshillon, përmirëson. Prandaj gjithmonë fjala e mirë i bën dobi besimtarëve. Gjithmonë ligjërimi i bën dobi besimtarëve. Gjithmonë duhet të më bëj dobi. Dhe kjo është edhe një
po më në një lloj vrejtje që mbrana këtij lajmi që Allah e përmeni, përbën një lloj kërcënimi, se nëse s'bën dobi fjala e mirë, çka të bën dobi ti? Nëse thuhet dikujt për shembull, ki frikë Allahut, a din që kimi dalë për Allahut azza xal, edhe shajë si alen në ndryshim të gjendjes, kogja problematike. Nga se ata që nuk u ale shaj këshilla, e ka përmenë Allah kështë të ta. O idha qile u të qila, e khadhetu l'izzetu bil ithëm. Kër i thot ati kifri ka Allahun, e kap kanaria dhe me limasia, me ka të që banë. Te për më ka zërgu për gjunojnë ta. Inkurajohet për mëkatim, kur përkujtohet namën të Allahut, për mëne që fa reagimi i kundërt. Dërsa besimtari, kur përkujtohet me Allahun, gjallahu ala, namën të Allahut, zbutët zemra e tijeve. Se kurse e ka përmenë Allah azul, idha dhukir Allahu, wajilat qulubuhum. Kur Allahu përmenet, zbutën zemrat tyne, qetësohen zemrat e tyne. Andaj i bën dobi besimtarëve. Dhe i bën dobi këshilla atyre që mund të jenë të gatshëm për udhëzimet e nuk i njeh. Nuk i njeh ti. Për shembull, nëse dalim të rrugë edhe shikojmë njerëzit, a mundesh për shembull me paralajmëru për shembull se që ky inshallah shpejt i udhëzohet? S'mundesh. Udhëzimi ndër Allahut azh. Për sa ke parashikues të ka dalë, e për sa farës ke parashikues kanë dalë të udhëzuar. Nuk e di me këtë punë. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton që ti hodhe farën, ti shpërndaj fjalën. Nuk dihet mas sa kohë, mas sa viteve, dikush e ka pa fjalë dhe udhëzohet tek Allahu azh. Pra sa ka ligjërata që janë publiku para 10 viteve, sot dikush udhëzohet me ta. 10 vjet kanë kalu. Në kënë arru që ka këna thonë, që këna dëgju, nështë ati e kom prezent, ka arru që e kom prezent, ama dikush mas 10 vjetë me që atë fjallë udhëzohet. Pse? Hodhe farën ti, hodhe fjallën, thuje fjallën e mirë, edhe ecë tute, nështë a kime dalë për dunjas, tek mas vdekes të në dikush ka mu udhëzu me fjallët tua, me kontributin të në shpërndarë i fjallës e mirë, nuk dihet. Nështë a ke dalë me shpërndarë një fletush dikun, dikuj që ke dalë një sugjerim për një ligjërat, që aty e kalona e mirë po mas sa kohë i karon mend. Nështë ti e dik, unë e aja e tjetëri, apo? Edhe ajo është udhëzuar me që ato që e ke lënë ti që ti në dunjë nuk je më afër. Andaj kur mos e nënvlerëso çfarë do kontributi i cili ndihmon në shpërndarjen e fjalës së mirë, fjalës la ilaha illallah. Fjalës që ndryshon njerëzit, fjalës që njerëzit këtë tek Allahu xhallahu ala. Kur rrota. Ti thuaj fjalën tonë. Ti thuaj fjalën tonë. Nuk dihet pastaj se çka ndodh me të. Po, thuje mirë, thuje të formuluar si duhet, thuje me urtësi, këtë nuk në regull. Po, duhet me konë urtësia, maturia, butësia, këtë në regull. Po, me gjitha, fjallë është me rëndësishme, apo? Fjallë me rëndësishme. Edhe këtu një vrejtet e ndërru dhe dhezën. Pra, po thënë, ne ka njerë për shambull, kena probleme në dalimin mes mjetit dhe qëllimit. Qëllimi është fjalla. Qëllimi është fjalla. Ndërsa, ta thuash but, ta thuash, dhe më thonë, në kohën e durve, kejtu qka e në? Këtu e në mjete. Nga njerë, ma shumë diskutuat për mjetës e për qëllimin. Ma shumë flasim për urësin në dave, se për fjallën e daves. Në regull, urësia e mërë vesh, butësia të me konë. Në qka njerës me thirë, pra? E në qka me thirë të s'ka debat. Ma shumë ka debat për nëzitimin, për ngutin, për rregull, dhe kjo është që ashtu të është, nuk bën me konë inzitum, nuk bën me konë larga asaj, me konë arrogant, nuk bën me konë i pamatër, kejtë rregull. Po kejtë që këtë debat, ku t'i shërben? Fjallës. Na për fjallën për diskutojmë, e në fund fjallën s'pe njohim. A ka kuptim? S'ka kuptim, Allah. A dhe cila është fjalla që du të njerët me thirë, pra? Cila është fjalla? Që kër e njojmë fjallën, kër e njojmë kujtimin, cili është, pastaj flasëm edhe për urtësinë, butësinë, gradualitetin, për këtë do të me folë. Mirë, po, do të me di për çka po flasë për këtë çështje. Ndë Allahu xhallahu kur tha, wa dhakkir, fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin, çka Allahu tha pasaj, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Çka është tema? Do njerëzit më kthyen në adhurim të Allahut te bareke ve teala, që njerëzit i kthehen Allahut azza wa jalla. Domthon qëllimi i krijimit. E ky ajet është me vërtet bazë e këtë njohurive që kanë me njerëzit.
Nëse njëri këtë bazë nuk e nje, atëherë pa dyshim se këtë që komë pas saj është realisht shumë ndoshta e zbet dhe shumë e dobët pa ndikim të mjaftu shumë në jetë e njërit. Sikur se cika dhe ma herët për fjallën, edhe këtu të ndëllëzëm. Nëse njëri nuk e din qëllimin e krijimit, qëllimin e ekzistimit, mjetët që e lehtësojnë ekzistimin, a kanë kuptim? Pra na i dina këtë mjetët për shumë, që këtë mjetë është i mirë, se është i rahatëshëm, është komad, që kjo është qim i këndshëm, që të parët kënë punë, mirë, e ku këna me shku? Nuk di ku këna me shku, ama di që kjo është me qëto mirë me shku. Jo, mas për të me di ku këna me shku, tani me që këna me shku. A është kjo rëndit e duhet. Nëse nuk din ku ki me shku, qatë kënë punë me që ki me shku. Përsa onë, ti s'kinet me udhëtu. Ti nuk e ki njet me udhëtu, apën. Ti s'kinet me udhëtu. A më ndës, me qëfar mi të ki me udhëtu? Po s'ka me udhëtu. Pa ndë, s'ki me udhëtu ishë, për shamë, po flasë me që ki me udhëtu. A është debat i kotë kjo. Unë du me caktu udhëtimin, pastaj mjetën e udhëtimit, pastaj kohën e udhëtimit. Nëse s'kam qëllim me udhëtu, a ka kuptim koha e udhëtimit, a ka kuptim mjetë e udhëtimit, a ka kuptim për shembull furnizimi për udhëtim, a kanë kuptim këto? Nëse s'ka qëllim të udhëtimit. Unë s'du me udhëtu, është atë për shembull po flas në ora 10 nesër kam udhëtu. S'kam udhëtu, është kështu llafu po jap. A ka kuptim? Çata njerëz e kanë zbraz jetën nga kuptimi për shkak se s'kan qëllim të jetesës. Nuk dim se jeton. Tani këto tjerat ato janë të pa qëllim, janë të pa kuptim, të zbrasta, domthon pa domethënie apo. Ani Allahu xhallahu wa tha: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Këtu të kjo ajetë ndërlozër, domthon ka shumë çka mund të themi prej dobive. Të gjajtë se më thuaj. Ka shumë prej dobive që i kanë pranë dietarët, por sikur të fjala ofirru ila Allah që kam thonë, kjo është temë për libër, nuk është veç domthon trajtim, edhe kjo ajet wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ka domthon shpjegime që duhet bëhen ndoshta seria ose libra. Nëse qëllimi i krijimit është kjo apo. Mirë po, çka mund të themi lidhur me këtë ajet? Mas pari thash Allahu kur thot mëso, pe kam i mësimi tek besimi. Se shumica e dietarëve të hershëm të selefit, sikurse edhe Ibn Abbasi radhiyallahu ta'ala anhu, e të tjerët, domethënë e kanë komentuar ya'budun li yuwahhidun. E kanë përbërë fjalë, don Allahu na ka kryer për tauhid. Me e adhuru një Zot. Ç'kjo tauhidi? Adhurimi i një Zoti. Allahu s'ka thonë li yu'minun, që të besojnë. Veç besim kështu. Jo. E ka sill, domthon, adhurimin si domthon fazë finale e besimit. Nëse besimi në Allahun xhallahu ala nuk prodhon në shtrim, nuk e sjell njeriu në pragun e adhurimit, nuk është besim i kërkuar. Allahu s'ka kërkuar veç deklarata, s'ka kërkuar nga ne Allahu xhallahu ala veç konfirmime, po ka kërkuar konfirmime që janë kuptime e të cilat pastaj prodhojnë veprime. Që kjo është e kërkuar, konfirmimi i cili sjell veprimin. Andaj ka me adhurimin që është veprim, e i cili padyshim i paraprin, të cilit i paraprin kush? Besimi. Prandaj dietarët erëshëm e kanë komentuar me tauhid. Tauhid është njëshmëria Allahu te bareke ve teala. Allahu është një, nuk ka shok në adhurim. Dhe kjo është tema bazike e besimtarëve. Andaj fjalët tona, ligjërimet tona, rikujtimet tona duhet të jenë në shërbim të këtij lajmi të madh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Çdo fjalë e cila nuk i shërben këtij qëllimi duhet më rishikuar. Qase të ndërozë na mund të bëj debate për shembull për tema të caktuara të besimit. Për shembull çështja e besimit, a hyn vepra, nuk hyn vepra, pastaj çështje të caktuara të besimit që janë debate të kahmotshme. Milion këtë debate anash. Një pyetje thjesht, çka ka lyp Zoti për njerëzve? Ka lyp Allahu për njerëzve me pse për shembull Allahu në Kur'an kur Allahu xhallahu thot fal namazin për shembull. Çish e kupton ti çfarë? Besim apo veprim?
Kur Allahu thot jep zakatin, e kupton ti besim apo veprim? Çfarë kupton ti? Veprim e kupton. Veprim. Patjetër se veprim është. Po që ndërtohet në besim, se pa besim s'pranohet. Andaj që ka që kuptone? Debatë tjerë s'ke nevojë me intuam. Çka lip Allahu për robët që ta ka lip? Që ta ka mi thonë njerëzve? Allahu ka lip teje me adhuru Allahun azza wa jall. Allahu ka kërkuar prej teje që ti nështruash. Kur Allahu xhallahu ala thot se alkooli është i ndaluar. Çfarë merresh ti fiksuar? Na besojmë se alkooli është i ndaluar. Po s'krym punë kjo valla. Duhesh mos me pi. Ai ka lipë ti mos me pi, jo ti me besu i ndalum pa ndalum. A po kuptoni? Nga se faza fillestare është e domosdoshme. Mirë, po nuk është e kërkuara. E kërkuara është ajo që vjen pas fazës fillestare. Apo. Për shembull të ndozë. Nëse unë thirrë nesër mush më në ora 6, këna më taku me një po vi, edhe zvjen. Apo, e të të pëse sërde, pa thash që i vi. A kuptan? Po në thash që i vi. Po dhe më thash që i vjen e sërde. Jo, në thash që i vi, dhe më thonë, u përgjigja pozitivisht kërkesës tonë. Cëla është tash e legjikshme? Po në të komponi pozitivisht. Po në së të këmli për ti me thonë, a vjen a zvjen veç telefon, o këmli për më arti. Cëllën Allah ka li për njerëzë, mi thonë, vi edhe më shirë telefonin, a vjen për i me. Cëllën e ka li për Allah për një vëllë? Me ardhë, se veç me thonë, vi edhe nëllë telefonin e tani zvjen, kjo është e palegjikshme dhe zi, e s'ka kur fa kuptimi s'ka për. Dhe Allah unë gjellë ka li për njerëzë dhe adhurim, kaq, tjerë filozofina s'mire me tona për. Allah u ka kërku në nështrim, për ullje, për që ta i ka kryu njerëzë për. I ka kryu njerëzë që ti bindin Allah të azoqerë, ti nështruon, ta pranojnë. Përndaj edhe një prej tefsireve është, ja budun, dhe me thonë, që të më adhurin mua, që në kuptan, dhe me thonë, të pranojnë urdhnin tim, e të zbatojnë, e të pranojnë dalizdime, e të largohen. Që është këtë fejë Allah? Përsa ka në Kurani? Përsa ka pejgamberin? Se sa për deri te po vi, Kurejsht e kanë pasë rregull këtë punë. E kanë pasë rregull këtë punë. Po, nëse i pyet kush ka kriju qetën tokën, Allahu. Çfarë bëdo më shumë ti? Kur kanë besuar në Allahun, ti s'e kanë hiç kësaj daftë. E ka mund Kurejsh me thonë pejgamberin. Ti as sikur i lindur një ran jam kur na ka thonë Allahu ti. Tash ti para ka zonë për Allahun. E ka mund me thonë. Po ka mund sa ata kanë besuar në Allahun xhallahu ala. Ata kanë besuar në Allahun xhallahu ala. Po ata kanë pas besimin e atij, po vi. Tani ku shkojmë për milione është ta. Jo, kush po vi kimë ardhur apo. Andaj ka ardhur pejgamberi që veç fjala po vi s'mjafton. Po duhet të më nështru. E për më nështru do tani më jekta idhujt, e më ndru sistemin e jetës. Ja, ka von këtë punë gata kështu. Që kështu ja, kështu ja valla. Na po jesim qita. Allahun. Sikur për shkakun të ndru Azar, Kurejsh të mjekës mos me besu në Allahun te barekuhu teala. Fitë si Zot. A kështu me rujt qabën? Qabën a kështu me rujt? Po jo dhe asnjë. Se qabën kush ore ata e kanë di që e kanë rujt Ibrahim a.s. E kanë në mënë Zotë. I dhët i ka shti brenda pëse li u qarribuna ila Allahi zulfa. Që të na afrojnë tek Allahu te barekuhu teala. Këta e një të tonë. Ata kanë dash me thonë pejgamberit, besimin Zot tjera si ka mërë vesh Allah. Besimin Zot nuk ka që pëtuti. Besimin Zot e që shtot na besojmë Allahun, po, rënojmë që shdojmë na, kur të na vynë Allahu e lutemi përmes idhuve se këta e në ma të afer të Allahu së na. Qa ka këtu keqë këtë besim? Kur të na vynë Zoti, shkojmë të vorë i filonin të lutim. E pejgamberi pse u ardhë? Përdaj, logjika nuk e pranan të dhe sikur se kom zonë. Nuk e pranan. Ka thonë pejgamberi e sonë, o njerëz, unë kom marrë që tu ndërmjetësimi mi hikë. Edhe një të regu se kur Allahu kërkan duhet zbatohet. Por jo më mbledh kolegiumi Kurejshve po lypët me lën alkoholin, ta shë përbojnë apëtë. Nuk punë me lën se është interesi joni i turizmit, apo edhe turistët kur i këtë lypën me pina, së ne pim, më falë po së ju apëtë. A që shtë ka për kërës, a që këtë besimi? Ka të një më është e qahër dhe Allah. Ka thonë ndalume, apëtë. Për ata s'kan dosh me përdo pejgamberin, për ata jo pse s'kan besu ata kanë besu, po s'kan dosh me besu, çush ai ka thonë besu. Veç debati u kon te mënyra e besimit, jo te esenca e besimit. Që ti u kon debati.
Për këtë arsye Allahu tha, ja abudun, Allahun më adhurua. Me adhuru Allahun qysh? Përmes ti pejgamberit që Allah ka dërguar. Kur Allahu tha të ndërruar vëllezër, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ka përmend dieton sot tefsire, pse janë përmend gjinët para njerëzve. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa", pse gjin para njerëzve? Për shkak se ka disa që janë përmend, ka disa tefsire që nuk qëndrojnë lidhur me këtë çështje, por tefsiri më i kapshëm dhe domthonë që përkrohet nga dietarët e njohur të tefsirit është se Allah po flet për krijimin, wa ma khalaqtu. Nuk kom kriju krijimin. E kush e kriju më së pari? Gjinët. Gjinët janë kriju para njerëzve. Pra me që po flet për krijimin, ata janë përpara. Ndërsa kërkesa është e përbashkët për adhurimin e Allahut azza edhe ata janë të obliguar Allahun të adhurojnë me mësimet e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Allah ka dërguar pejgamber edhe për njerëz edhe për gjinët, për këtë është pejgamberi Allahut azza wa jall i fundit. Ata kanë obligim të bindin Allahut xhallahu ala, mi po ka dhe mes tyre që janë rebela, kriminala, mëkatar, edhe ka nga ata që besimtar, edhe të mirë devotshëm, ka nga ata. Bile ka nga ata që mund me konë shumë herë më të mirë se njerëzit, sikurse e ka përmendur Allahu ajetin Sun ar-Rahman, e ka thonë pejgamberi vllazët juaj gjin u përgjigj më mirë se ju apo fe bi ay ala'i rabbikuma tukadhiban. E komentojmë Kur'an të Sura ar-Rahman. Ata janë përgjigj më mirë se njerëzit në pyetjen e cilën begatitë Allahu po e mohon jam tonë. Në kapitull të mirë, kapitull të devotshëm, kapitull të vllazën musliman, po ka edhe domthonjë që nuk janë të atilla. Prandaj është përmend më së pari çështja e gjinëve për shkak të krimit. Këtë tjerë pastaj mund të jenë ngarkesë të tefsirit e panevojshme. Nga e tefsirit e panevojshme. Çështja tjetër e këtij ajeti, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kur Allah thot njerëzit, po gjinët dhe njerëzit nuk i kanë kryer poshtë që të më adhurojnë. Mirë. Allahu po të përshtaj kom kriju. Allahu po të përshtaj kom kriju. Po mirë na gjejmë sot për shkak që njerëzit Allah nuk ka adhurojnë. Tash, kjo që Allah e ka përmend nuk është në përputhje me realitetin. Si duhet me kuptu? Allahu xhallahu ta në vëzër tregon se domthon qëllimi i krijimit që kjo është. Domthon Allahu kur e ka kriju njeriu, për çet punë. Mirë, po ja ka lënë mundësinë që ai me vepru ndryshe. Prandaj është dita e gjykimit. Dhe këtu është e ndarja që kanë bërë dietarët mes asaj që quhet, domethën vendimi i Allahut dhe dëshira e Allahut. Allahu nëse ka marrë vendim për diçka, a ka mundësi ta anulohet? Jo, s'ka mundësi. Nuk ka mundësi. Mirë, po kur Allahu xhallahu ala nuk ka marrë vendim të prerë, po tregon se e don këtë punë, ajo që Allahu e don mund të ndodhë dhe mund të mos ndodhë. Prandaj Allahu nuk e don mohimin, po ai ndodh. Allahu nuk e don mëkatin, po ai ndodh. Sikur të kishte marrë Allahu vendim, mos më ndodh mëkati, a kish më ndodh? Jo, s'kish më ndodh, po s'ka marrë vendim. E Allahu xhallahu kur ka marrë vendim me kriju njeriu, nuk ka vendos, nuk ka gjykuar Allahu xhallahu ala që njeriu detyrimisht jetë i nështruar, sikur se në melajket. Melajket është vendim i Allahut që Allahu t'i minin. Melajket zinë po gjuna, as mundën me dashur, edhe me dashur s'u bën gjuna. S'kan hapësirë të gjunojt ata, nuk din. Ndërsa njeri po afat. Ndaj Allahu xhallahu ala ka jap pastaj gjitha mekanizmat e tjerë që i ndihmojnë që Allah në madhrofën. Ja ka jap në të shmërin e pasë nga brandia, logjikën, arsyen, ja ka nështruar Allahu krijesat e tjera, ja ka dërguar pejgambert, i ka zbrit libra, gjitha këto janë lehtësime që Allah e ka dërguar njeriu për ta adhuruar Allahun te bareku teala. E ka mësuar çu të adhuruar Allahun te bareku teala. Prandaj Allahu për këtë na ka kriju. Edhe kjo tema e kuptimit të ndërrozë apo tema e qëllimit nuk ka qenë në të kaluarën shumë teme diskutuar sikur sa është sot. Pse? Për shkak se muslimanët e kanë pas qartë, fëmijët kanë kuptuar nga mësimet e para që fëmijët i kanë marrë në qerrë të tyre të asaj kohe, është se je i kryum ti robi Allahut, i krijuar dhe dush Allahun me adhuruar. Dush Allahun me adhuruar. Edhe ka kuptuar. Këtë mësimi pastaj ka qenë çysh me adhuru edhe çysh jetën me përshtat me adhurim. Çështu ka mësuar njerëz më para. Por sot për shkak të ndikimit të kulturave tjera, që ata kanë probleme me këtë çështje, normal, se e kanë
zhvesh jetën nga kuptimi, edhe s'ka kuptim të caktuar, në kërkim të kuptimit pastaj janë shfaq përgjigje të shumta, për çka jena na këtu, ku jena na këtu, kështu me radhë, e jena ndikuar na si musliman nga kjo që fatkeqësisht, domthonë nuk ka qenë dikur kaq e theksuar sikurse është sot apo. Prandaj ne për këtë duhet shumë të fol, që qëllimi i krejt jetës, krejt angazhimit është ti nështosh, ti bindesh Allahu te barekutaala. Me bazën e këtij adhurimi, këtij nështrimi, ti Allahun xhallahu ala ki me taku nesër, edhe në bazë të asaj që ke bërë, ki më u gjyku. O shpërblim ose dënim, Allahu na ruaj. Dhe gjithashtu kurimi tek adhurimi të vëllezër, nëse Allah na ka krijuar vetëm për adhurim, atëherë kjo domosdoshmërisht na bën me kuptuar se adhurimi nuk është veç namazi, agjërimi e tjerë, por është diçka shumë më tepër se kaq, dhe kjo është sfida e radhës për neve për me e kuptuar adhurimin më thellë dhe më gjerë se që kuptojmë jetën tonë të sotshme. Adhurim është edhe, domthon, pjesa e mbetur e jetës tënde, qoftë individuale, familjare, shoqërore e me radhë. Puna jote ku ti punon është adhurim. Mënyra që sillesh me njerëzit është adhurim. Durimi është adhurim. Falja është adhurim. Etika jote, vlerat tuaja janë adhurim. Ndërtimi i jetës bashkëtorë është adhurim. Me këtë mënyrë të sjelljes, me këtë reagim, a është Allah i kënaqur apo ti kënaqur? Dhe shpesh e gjejmë veten tonë se reagimet janë me inat. Janë të motivuara nga inati, janë të motivuara nga egoizmi, nuk janë të motivuara nga argumenti, nga legitimiteti fetar apo. Prandaj kena nevojë shumë për këtë aspekt. Po është e kuptueshme që unë si njeri mund të kem një nështë ndikim të nefsit në reagim me dikon, por duhet me menaxhu me adhurim. Veprimi jam, a mund të jetë adhurim? Jo, nuk është adhurim. E çka është? Nuk mund të ketë ndarje. Ne nuk e ndam jetën në adhurim dhe jo adhurim. Jo, ka adhurim dhe ka mëkatim. Ja është adhurim, ja është mëkatim. Asë është humbje kohë, kur gjëjq, vepra pa njetë, pa kur gjë. Këtu besimtar nuk i pan kështu ato. Prandaj, nëse reagon më të caktuar, raport për shembull vetës bashkëtorë, raport me kujshin tonë, raport me familjen, me këtë qoftë, gjithë mund të më pyet veten, që ky reagim, ai plotson kusht adhurimit? Ai plotson kusht adhurimit? Se ka për shembull edhe ndërhyrja me një lloj kushtimisht presioni mund të jetë adhurim. Çish ka thonë pejgamberi alayhi sallam për fëmijët kur i bëjnë 10 vjet? Jo veç fjalë, por tash pak edhe më ndryshe për më u fal. Po mund në konturim, adhurim është. Adhurimi nuk është domosdoshmërisht fjalë e këndshme edhe përkthelse. Mund të jetë fjalë qortuese, mund të jetë fjalë goditse, ama është adhurim. Është adhurim. Nga njëri mallkimi është adhurim. A mund të jetë mallkimi adhurim? Mund të jetë. Nëse mallkimi është mbi bazë të udhëzimeve fetare, çuçi ka mallkuar Allahu xhallahu ala njerëz të saktuar. I ka mallkuar Allahu xhallahu ala fisë e gjeneratat të Beni Israilëve, për shkak se kanë sënu fjalën e Allahut te barekutaala. Na kur e zëm këtë mallkim, adhurim bujna apo çka bujna? Adhurim. Ne adhurimi është shumë më i gjuhë se që ne mund ta kuptojmë. Edhe kur e privon dikën nga një drejtë e caktuar për të mirën e tij, nga se ki bazë fetare për këtë adhurim. Këti bujna pse që shto Allah e kërkon. Aja që të ka mënat, vetëm që t'jesh në kuadrët e ajetit, ti nuk je i qërtuar. Qëkaq ata? E kjo, vallaj, dënë shumë punë me rëgullit e dhe. Veprimit, reagimit, që kjo veprim që ke bo? A është Allahu xhallahu i kënaqur? A ka me qërtuar me të livdu? Për qëkaq? Andaj, ne na kriju për qëta. Ne na kriju që jetën tonë ta organizojmë mbi bazën e një përgjigje. A është qërtim apo është lavdërim? Çka thot Allahu xhallahu? Kaç Allah? Kaç? Nga djetarë për me e thjerësu këtë ma mirë, ma konkret, ma prakshëm, nga njerë e kanë zbrit nivelin, që me kuptu se sa është qështja, nga njerë, edhe ndishme po edhe sa e qartë është. Për shambull, për disa veprimet caktuara që na kena marë, për shambull, qëndrejmë, reagim, fjallë, qëka do koftë. Nuk po dhja kom bom mirë, nuk po dhja kom qëllu. Mi thonë, ose për shambull, investim caktun, fitim caktun, pesmare caktuar, qëka do koftë njëtë? Mi thonë dikujt.
me vetë Ebu Bekrin radiallahu anhu. Qysh thot me Ebu Bekrin? Ja, di për Ebu Bekrin, po s'po di veç me Ebu. Pse pi done vëllai? Ja, për Ebu Bekrin pe di atë. Atë unë din ka provuar, më ka ndodhur. Kam thonë për dikujt, për shembull, jo mua me vetë. Tek kështë vetë Omerin për që të punë. Çka ti kështë thonë? E di që jam këtë Omerin, a ne pse s'pe për Omerin pa më mua atë? Ti e din. Po thon për gjithçka se kanë mos të keq kupton, po ka situata kur ti e din. Me pyet filonin nga sahabët çka thot. E din ti valla këtë punë. E din. Ti je me qenë për shembull në prezencë të pejgamberit. A kishe më bëj kështu? Jo s'kisha bëj. E pse po bën me ne pra? Nga se ai që kishte të pengu me bu me pejgamberin, të pengu me bën me ne për shkak se Allahu është ai që po na sheh. Jo pejgamberi alayhi salatu wasallam. Dhe rregullimi i jetës në raport me këtë përgjigje është i domosdoshëm. E Allahu ka që kjo është Allah. Që kjo është për shkak e krijuar të. Që ta dominosh epshin, të dominosh vesët e tua, të veprosh gjithmonë mbi bazën e vlerave që ti ke besuar në to. Zotim, pse ke besuar në to? Çikur të thotë? Pse ke besuar në to? Për shkak se çituan të duhurat. E po nëse janë të duhurat, atëherë bën të duhurën me kuptimet e duhura. Nëse kuptimi është i duhur, duhet të ketë edhe veprim të duhur. Nëse kuptimi është i duhur, ama nuk përdhan vepër të duhur, atëherë ja kuptimi nuk është i duhur, ja të si i duhuri. Dikush të është keq. Që kjo është ja budon. Krejt jetë atjet në gjyrim. Si kurse Allah ka si bëgat Allah. Në gjyrimi Allah. Allah të kanë gjyros, e djetarë ka në gjyrimin në kuptan, në gjyrimin e branshme dhe tjashtë. Në du të nuk unë një gjyrë. Me atë në gjyrë që jenë gjyrës më rana, të jesh i njërosun edhe jashtë. E kur jenë një në gjyrë, si bëga, s'ka unë shumës, për njësë, si bëgat Allah. Si e ka përfundoj jetën, Allahu Gjella Ura, mas në gjyrimi, që ka thonë? Wa nahnu lahu abidun. Wa nahnu lahu abidun. Dhe ne jemi adhurues vetëm të Allahut Azza. Vetëm atë adhurim. Do kur e ka përmend ngjyrimin, e ka përmend adhurimin. Do ngjyrimi ju duhet të jetë adhurimi. Ngjyrimi ju duhet të jetë adhurimi. Duhet më ngjyros gjuha jote, mendja jote, sjellja jote, bindja jote, lëvizja jote, fitimi jot, krejt jeta jote të jetë ngjyrim i adhurimit. Kudo që ka ndërhyrje të një ngjyre tjetër, duhet me e ngjyros me adhurim. Duhet me pastru, nga se e njollos nuk e shpërfaq bukur adhurimin që është imazh dhe pamja jonë. Andaj Allahu xhallahu kur ka folur për petkun, apo para se me pranon petkun që mbulon trupin, e ka pranon petkun që e mbulon jetën, e mbulon qenjen, të mbulon ty. U libasu taqwa dhalika khairat. Edhe tesha petku i dëshmërisë, çka është ajo më dobishmja? Çka është ajo duhura? Dhe petku i dëshmërisë, a është petku që ke vesh? Apo është i leckos në javnum? Po, një pjesë është me petkun e dëshmërisë, po një pjesë është me një petk tjetër. Jo, vëllazër. Na nuk që petku ju në tjetë petk i dëshmërisë. Petk i nërsimin dhe Allahut Azza wa Jall. Ka bazë mirë, s'ka bazë, mbo qefi, s'mbo qefi, ne bindemi, ne nështrohemi, ne përulemi. Me pa ta kundërshtojmë me inatin ton, me reagimet tona, me interesat tona, fjala e Allahut Azza wa Jall është shpërputhje me udhëzimin që Allahu tha, jeni krijuar me ngu, jo në kundërshtuar. Jeni të krijuar të më bindeni, jo të rebeloni. Për këtë i krijuat edhe. Dhe në bazë të këtij qëllimi Allahu xhallahu ora njerëzit i merr lesën pyetje. Ajo çështje madhore kjo, është çështje shumë e rëndësishme. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ndërtimi i fjalisë me mohim dhe përjashtim do nuk kupton kufizimin. Jena kriju veç për adhurim. Veç se ka thënë wa ma khalaqtu. Ska Allahu xhallahu ala njerëz dhe gjithë i kam krijuar për të madhuruar, jo s'është këtë. Njerëz dhe gjithë nuk i kam krijuar për tjetër, pas nuk ka mohim dhe ka pastaj pjesa përjashtuese që në gjendje nuk kupton një lloj kufizimi nga gjithë anët, s'pranon asnjë lajm tjetër, asnjë të vërtetë tjetër, pas sa. Adhurimi Allahu Azza. Me është çështje madhore, me është qëllimi i krijimit, duhet të jetë temë madhore, duhet të jetë temë mbash që rreth temë si në këtë temë tona. Duhet të jetë përpjekje e vazhdueshme që për çit temë në fol, çito fjalë me i përhap që flasin për adhurimin. Nga se për çdo Allah na ka kriju. Dhe që kjo është ajo që Allahu tha i bën dobi besimtarëve. Dhe çka është Allah që ka tha, shmange atyre, merru ti me adhurim. Merru ti me adhurim. Allahu na adhuroje. Ajte në vëzër, në shumë gjare, si kurse kemë përmenë, nuk duhet më kështu fjallët. Nuk duhet më kështu fjallët.
që janë fjalë tona, do të thotë, debate, diskutimet. Po çka do të thotë? Adhurimin e Allahut Azza. Adhurimin e Allahut te bartall. Nëse situata përkeçohet, nëse situata për ta mjegullohet, nëse ka turbulenca të caktuara politike në përballje ekonomike, apo çka do të më thotë tek ne? Debate, diskutimet për cilja fjalëve të njerëzve që nuk dinë çka flasin, apo duhet të shtohet dhikri i Allahut, me përmend Allahun, leximi i Kuranit, sejdja, çka do të më shtohet? Dhe Allah çka i tha pejgamberit në situatat e fërkim në Kurajsh, kella la tuti'hu. Mos e ngati ato, mos e marr me to. E çka më bë? Os gjud, bo sejdë. Shtoja sejdën se atje këndillet mendja, atje pasurohet zemra, atje qetësohen senet. Prandaj Allah tha adhurimi. Ç'kjo është më rëndësi? Adhurimi, shtoja adhurimin me këtë kuptim e fjalës, edhe në aspektin e namazit, Kuranit, sadakas, po edhe në aspektin e shtrirjes së adhurimit në pjesën e mbetur të tezës, thëllimit të adhurimit në thellësitë e zemrës e shpirtit tonë. Në gjitha anët na përfshin nga adhurimi me plot kuptimin e fjalës së tjerë. Nga sa Allah tha illa liya'budun. Ndërtimi i tokës, të vëzhgoj, ndërtimi i tokës për produktiviteti, bamirësia, a janë tani jashtë kësaj apo brenda kësaj? I brenda kësaj, brenda kësaj. Prandaj civilizimi musliman të vëzhgoj ka qenë civilizimi i rresht ka tregu çdo aspekt kë madhësinë e Allahut Azza wa Jall. Jo madhësinë e njerëzve. Muslimanët kur që kanë shku, domthonë nuk kanë glorifikuar njerëz as statuja, por është madhnu Allahu te barekuta. Civilizim që të ka mësuar me dorë Zotin, me adhuru Allahun te barekuta. Përdhem nga civilizimet e mëvanshme që rresht e kanë shkuar njeriu nga Zoti, po edhe nga vetvetja e tij. Prandaj edhe ndërtimi i tokës, edhe ndërtimi i vendit, edhe kultura, edhe civilizimi, edhe zhvillimi, realisht janë pjesë e adhurimit. Na Allahun e adhurojmë, nga se Allahun e dojmë. Na Allahun e adhurojmë, për shkak se në këtë besojmë. Ne Allahun e adhurojmë, për shkak se për këtë kemi në mend llogari. Dhe ne Allahun e adhurojmë, andaj edhe tokën e ndërtojmë, andaj na produktiv, andaj na dobishëm për vendin e për popullin, për shkak se është pjesë e adhurimit. E shumë të tjerë që kanë bëjmë me adhurimin e Allahut Azza wa Jall, që mund të zgjatet sado që do të kena mundësi me fol për këtë punë, mandje edhe për të mundësive tona. Kur Allah përmeni adhurimin, pastaj tha ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Shikoni prapë u kthy çështja e rrezku. Allahu tha nuk dua që ata më furnizojnë. Pse e ka përmend furnizimin të vëzër tek adhurimi? Shumë se s'ka thonë nuk dua të më mbrojnë, se s'ka thonë nuk dua për shembull të më shoqërojnë, po ma uridu minhum min rizq, nuk dua që ata të më furnizojnë mua, më rrezikun. Pse? Një nga arsyet është për shkak se Allahu xhallahu ala përmend njeriu se ajo kryesorja për çka ti punon, angazhohesh e kërkon, s'është tek Allahu te barekuta. Ju këtë botë çka bën, e sill rrezikut. Po, a ka fitim ose ka fitim? Këtë që bën këtë një, jashtë besimit. Dhe me këtë logjik pastaj don me kuptuar adhurimin. Pa i disa njerëz nuk e kuptojnë për shembull se adhurimi i besimtar ndaj Allahut është dashni. Me se kuptojnë këtë dashni, se kuptojnë këtë përkushtim, e lidhin me çka? Me pagesë. Me pagesë. Allah tha, unë s'du për juve, s'kam interes për juve. Çka më duhen ju nësë adhuroni? Është për juve. Ai adhurim u rregullon jetën, ju jap kuptim jetës, jap kuptim begative, madje jap kuptim strovave. Për ju është adhurimi, jo për Allahun xhallahu ala. Dhe çdo zot që ju adhuroni, e që ka nevojë për ushqim, e ka nevojë për kujdes, nuk mund të jetë zot. Ju keni adhuruar këto zota. Ju keni adhuruar këto zota. Që realisht edhe ju kanë marrë parat, edhe ju kanë marrë besimin ato. Dyja ju kanë marrë. A ka pas si zota, a ka sot si zota? Që edhe na vjelen në kuptim të aspektit material, po edhe në kuptim të besimit në dëmëtën duke besu se janë të pathyshëm, janë dëmë të pamundshëm e kështu me radhë. Allah është i vetmi cili nuk ka interes për kërkujt. Ai na mo neve. Si ka? Ai na mo neve. Dhe adhurimin dhe Allah xhallahu është për të mirën tonë, jo në këmbim të asaj që Allah kujdes për neve, nga se Allah kujdes dhe për ata që nuk adhurojnë. Sigur të kishim qenë adhurimin në këmbim të oksigjenit, sa njerë kështë me meti shtangur rrugë pa oksigjen. Sikur të kishim qenë adhurimin në këmbim të bukës e të pijës, sa njerë kështë me ongre me pi.
Allahu jep njerëzve mund me pipë se i ka krijuar për këtë arsye. E adhurimi është pastaj çështja e njerit që tregon kuptimin e tij, pjekurinë e tij, në kupton lirinë e tij dhe shpëtimin nga robnia e kësaj bote materiale. Edhe Allah tha, ma uridu min rizq. Dhe prapë ky u përmend rizku. Si çështje që mund të pengon adhurimin. Ma uridu min rizqin. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Ky përfundim i ajetit shumë i fuqishëm. Me krejt, ato emrat Allah që flasin për fuqinë Allah xhallahu është përmend këto. Inna Allaha huwa ar-razzaq. Allah është furnizuesi. Andaj oti që e njollos adhurimin tënë, oti që e prish adhurimin tënë, për furnizim në dorë të Allahut është. Sikur se ka thonë Fudal ibn Iyadi, rahimuhullah, lidhe me syfatësim. Ka thonë, ata që po dëmë me i knaqë, zamrat i kanë në dorën ati që po i hedhënën. E po këtënë, ti po dëmë i knaqë njerëzit, apo? Knatësia qashtë, disponim vrëndshëm, zamrë. Mirë, zamët e njerëzit do të kulen në dorën e ati që ti po hidhnan për mi knaqë ta. Po s'ki mi knaqë, se ata se kanë zamën në dorën vetë. Allah e ka zamën Allah e ka zamën aty në dorën e ti. Edhe risku, ti do me knaqë dikën, do me njek një rrugë haram, do me marrë qka që nuk ta kanë, do me marrë qka që nuk në regull, për me shtu riskun. Mirë, pe kujtë me marrë këtë riskë? Pe kujtë me marrë? Për Allahut azza wa jalla. E qysh do me marrë për ti, e ishë është i knaqë? Allahu lejan që njerëz me fitun ka njerë haram, nga se dunia është sprovë. Po ti nuk duesh me bo këtë logjikisht se e di se nuk ndodh. Kime marrë veç atë që ta kanë. Përveç se rrugën ti kime përzgjedh, e pastaj në bazë rrugës të kime u marrë në llogaria. Ç'ka është këto? Wallahi nuk ki mundësi me marrë për Allahut më shumë se që ai t'jap leje marrë. A mund të marrë? Po s'mund. Allah s'ki shans, nuk mundesh me marrë. Më që Allah me halal që kaq, po qaq sa e kaliu Allah s'po mdel, duhet tash me marrë me haram. A i bjen këtë që për jamar Allah ma shumë se që a i kaliu? Ja, unë s'menej që shtu, thot a i, unë s'po thom që i pëthush, se me thonë më zvet puna, po vëprën që shtu. Momenti kur ti mënën se harami i plëtson mungësit e halalit të dhe. Momenti kur ti mënën se me haram plëtsosh nga se i mangët me halal, do në ti po mënën që ajo që është rësk mund të mirët edhe nga do kushtet ju nga Allahu azza wa jall. Allahu po thot inna Allahu ar-razzaq, veç ajo është huwa ar-razzaq, veç ajo është furnizuesi, veç. Edhe në kuptim të parave, edhe në kuptim të dashnisë, edhe në kuptim të respektit, edhe në kuptim të kënaqësisë, vallahi ke ndër të Allahut ajën. Ke ndër të Allahut azza wa jall. Dhul quwa, gamet e Allahut është el-qawi, i fuqishmi. Këtu ka dhul quwa. Dhu gjënërabe këna përmend më herët, tregon kur dikush ka pronësimi diçka. Edhe pse pronësia njerëzve është relative, e kufizuar. Po kur Allah thot dhu rahme, dhul quwa, don krejt fuqia është ai, krejt. Dhul quwa. Krejt fuqia tek ai, fuqia do absolute është tek Allahu xhallahu ala. Në këtu Allahu xhallahu ala me këto dyja shëron problemet kryesore të rrezikut, të ibadetit. Problemi i rrezikut edhe problemi i frikësimit dhe i kërcënimit. Njerëz ka që nuk adhuron Allahun xhallahu ala për shkak të frikës nga rreziku ose të frikës nga kërcënimet e caktuara që vijnë nga njerëzit. E Allahu po të dyja të unë jam furnizuesi, nuk të nolë askush. E dhunim i gjithfuqishme, dhul quwa el metini, pathyeshme, s'ka mundsi askush realisht me thy vendimin e Allahut te barekuta. Ajo është el metin, i gjithfuqishme që këtë fuqi është tek ai. Pra kur ti lexon çështot për Allahun azza xal, edhe ndëgjon kërkesën për adhurim, çfarë është ajo pengesë pasaj që del rrugë të adhurimit të Allahut? Cila është ajo? Cila është? Për shembull, për çka do kohë namazin, për mbulesën e gruas muslimane. Mbulu, cili është problemi tash mas asaj? Mas sjell një problem, një dilemë që mund ta ketë dikush në rrugtimin për adhurim, një problem që ka që ky ajet nuk i thën krejt. Ky ajet nuk i lën këtë dilemat, ma gjenja. S'ka, nuk ka. Që njëri ose hiq dorë për shkak të furnizimit ose për shkak të kërcënimit. Kaq. E këto dyja Allahu xhallahu
dhul quwwatil matin. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin. Aja është një gjithëfuqishme. Prandaj ky ajet e qeson zemrën, ky ajet i inkurajon. Edhe të mëson çfarë është qëllimi i krijimit dhe çdo pengesë në këtë rrugtim është realisht e paqëndrueshme. Është një pengesë e cila mund të jetë si sprovë, por nuk duhet të jetë pengesë. Po nuk duhet të jetë ajo që realisht e arsyeton shmangën nga adhurimi. Ja nuk bën me kështu. Gabim është. E Allah pastaj tha: "Fa inna lilladhina zalamu dhanuban mithla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun fa waylun lilladhina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun." Përfundimi i surës Ad-Dariyat. Masi foli për adhurimin, për besimtarët, për rrugën e duhur, pengesat e rrugës, si duhet ato larguar, kuptimet që duhet të kemi në raport me pengesat, Allahu tha: "Fa inna lilladhina zalamu." Ese përket atyre që kanë bërë padrejtësia. Kush janë këta që kanë bërë padrejtësi? Ata që mohuan, ata që shpifën e tinat, ata. Prandaj këtu ka disa kuptime, për i thamë veç një a dy për tyne. E para të ndrodhë, shikoni, këtu Allahu tha: "Fa inna lilladhina zalamu." Ata që kanë mohu, ata që në shmon nga adhurimi, Allah i ka quajtur mizor, të padrejt, zullumqar. Pse çka o zullume? Zullumi në esencë është me vendos diçka jo në vendin e vet. Diçka nuk e ka vendin që tu e vendos. Vendosja e diçkaje jo në vendin e vet quhet zullum. Padrejti, gjithçka mund të kon e përfshin me këtë. Fjalë, vepër, lëvizje, çka do kuft. E a ka më zullumqar sa ata që të cilët Allahu ja ka dhënë jetën me vendos në këtë binar, e ka vendosur në këtë binar. Ndryshimi i beslimit të jetës, ndryshimi i qëllimit të jetës, ndryshimi i mënyrës së jetuarit, në shpërputhje me udhëzimet e Allahut, Allah ka quajtur zullum, padrejti. Pse kujt i kombon e padrejti? Ballë që ka bëu vetes sonë padrejti. Mjafton atë. Duke filluar nga adhurimi i dikujt pas Allahut e kështu me radhë deri tek format e ndryshme të padrejtisë. Një dobi tjetër këtu të vëzëm. Atje tham Allahu tha: "Wa dhakir", ti fal, mëso. Apo. Këtu Allahu tha: "Dhalem". Domethënë kur dikush flet që njerëz t'i kthejnë Allahut, t'i kthejnë besimit në Allahun Azza wa Jall. A është edhe kjo luftë kundër padrejtisë? Apo veç ai që flet për shembull kundër një sistemi, kundër një kryetari, kundër një dukuri, veç kjo flet, çka tremse, po guxam ja u thon fytyrë. E kjo që ju thot, adhuroj veç Allahun një, mos bëni shirk, mos bëni mosbesim, mos bëni mëkat, ktheuni në rrugën e Zotit. E kjo a lufton padrejtinë kë? Çfarë është më e rëndësishme? Të luftohet padrejtia ndaj Allahut apo padrejtia ndaj krijesës së Allahut? Dihet pas nevojë. Ne atë më vjen për çdo padrejti, larg asaj. Mirë, po nuk duhet me e nënvlerësu deri në atë nivel sa me e zhvlerësu totalisht, thotë s'pondot fare kur ti lufton padrejtinë që i bëhet Allahut Azza wa Jall. Njerëz kam si vëllai padrejt, larg asaj, por Allah i ka është padrejti. Kur unë të kam krijuar ti, adhuron dikën tjetër. Unë të kam krijuar e ti në binar tjetër, a s'është padrejti kjo? Betejë me këtë çorientim, betejë me këtë kthim shpinën Allahut xhallahu ala. A nuk është luftë kundër padrejtisë? A nuk është guxima, a nuk është trimnia? Apo kjo s'ngjihet? Prandaj këto që dikush i sjell karriera për shembull të ka ndodhur ka fatkeqësisht apo. Njerëzit me marrë një pezën ndaj disa dietarëve, pse për një çirë caktuar s'kan fol. Muslimanët po përsekuton, duhet me fol. Por ndoshta ka fol. Mënyrën e vet, çështje tjetër. E po çka po do këtu për mend? Ka për shembull dal njëri komplet jashtë binare Allahut. Mund të jetë i shturur apo e shturur. Mund të ketë dalën udhë apo. Ama e ka bëni shkurtesë, për shembull për filan gjenocida. Çella, nesi kom këto gjuna ama, Allahu dal tamam ka. I ka dama. Ai tjetër që ta njëjtë e ka shku, tu i ngjall fenë, lutu për po, moment caktum, ka menuar se mënyra më e mirë që shtot, tradhtar i shitur. Ku peshore shërdi ka Allahun? Ku është matja? Apo no ne atje në kënd çish, pse ta ka bëu çefin për tim caktuar, ai po bëj kë. Edhe tash mundo me livdua, mundo me arsëtu.
një hoqë, djetar, këtit e ka shku të punu për hajrë, po dikun s'ta ka po qefin ty, krejt atleria kundër tina, që kjo s'është përputhe me qëtetë, se Allah tha, dhale mu, ka që kanë bo zullum, ti përkujta, lufta kundër ti zullumi, na do të mëtu ndaj gjdo zullumi, i pa zullumit i ka grad, jo gjdo zullum është njët, dhe gjdo patëzi është njët, ndaj, që orientimin këtë aspekt, si e debatë dhe problemet pa në vështë mesit e muslimanat. Na i dim të rëdhëzër, na bazojmë besimin tonë, na i dim, kush është i keqi, kush është armiku, i dim këtë punë. Po nuk mund e dikush për shembull cili tanë veprimtaria komplet, apo i ka shku në fyret sahabëve, gravet pejgamberit sa me kështu më radhë, apo ose tendenca për me deviju Kur'anin, po Kur'an me deviju, pretendime se Kur'anin që është dorën ndonë së është në regull, e kanë deviju sahabët, apo krej këtu e shumë tjera harrohen, nëse del dikush një herë për ty në thot që na jena një umet edhe duhet me dalë, që vëlla, qyrë vëlla kjo, pikur u bu kjo mirë, e qërja historinë e kalumë, dhe i mësë mashtrohemi, mësë mashtrohemi, sikur se aji që e ka përmen nga poetet atë një simbolike, po me domethënëse, kur një gjyëtar ka dalë në gjyëti, apo, edhe ka qenë ditë me erë, ka që pluhën, e ka godit një shpend e ka rëzu, dytë e ka rëzu, po era e ka letu sytë, e një shpend me ndjelet, atje, i ka besu, kujna, lëdhve tje, ka thonë, anime për në vrome që, po kana pëtë, po këtë po i dhimëm, dhe ma shumë i ka më përshtype që po i dhimëm se që për në vrome. Kjo është legjika e patkecisht, e përmbysën, që nuk matë njëri me vepra, po matë me lëtë, me bërtima, me, këto nuk jenë që matë të zirë, këshërë që ka të bolla, këshërë që ka të bolla. Imam Shafiu Rahimullah ka thonë, nëse e shenjën të ke fluturu në hava, fluturan në hava, të qyra punë, nëse i ka Kur'an e Sunet, i themi keramet, nëse si ka që është të shejtan, po fluturan në kërë, po më që të koftë, në këna bazës, në këna fejë, në këna dzblin, nuk këna në njerëz emocional, apo, kajtë harrujmë që apana ma, do lët i ka, do fjall, e ka një fjallim, halal i koftë. Një me ka thonë që s'ka, që shlo një me pa, që ka thonë atë, kum e alë të fund që ka thonë Allah, ato kum i që? Andaj, në pas kujdes, po gjdo kush i ekspozohet qërtimit e kritikës, kur kush është i pagabushëm, po timit e drejtë, jo me bo zullum, jo zullum. Andaj Allah tha, fe inë lidhin, dhale mu, këta kanë bo zullum, me qëka kanë bo zullum ta? Cili ka qenë zullum i këtyne? E kanë luftu fejnë e Zotit, e kanë bëhu Allahun Azza wa Jalla. Çka thonë këtyne? Dhanuben, mithla dhanubi ashabim. Çka dhanun? Dhanub të, dhe vëllazër, nuk është dhunub, mëkate, se dhunub është me dhamme me u. Kjo është dhanub. Dhanub çka është? Dhanub është kofe e mbushur me ujë. Çka është dhanub? Kur të lëshon delu është kofja. E lëshon kofën në fund bunarit, kur të nxjerrsh kofën plot me ujë thonë dhanub. Pa qenë plot nuk e thonë dhanub. Arab për gjithë ka shprehje, edhe për gjithë kofet mosh ka shprehje, për kofet mosh ka shprehje, gjuhë e pasur apo. Allahu thotë për ne lilladhina zalemu dhanuban. Kon ata që kanë bozllëm e kanë një kofet mosh si ata para tyre që kanë pas kofën e mosh. Çfarë kuptimi ka kofën e mosh? Mas pari kanë komentuar dietar këtë çështje e kofës, domthonë sikurse çdo kush që e mush kofën, apo e ka hisën e vetë ujit, edhe se si për këtine ka hisën e vetë dënimit tanë. Mas më nëse dikush e merë dënimit e dikujt, gjithë kush e ka hisën e vetë. Dhe me qemi të kësurja riskut, Allah e përfundon me një risk famkeq. Që ka, dikush e lëshën kofën, e mush kofën, dhe me se me qenë ujt që e lërgën etin, i bëtë zjam që e djegë. As ka fatë kësime madha, që hisja e ujit për ty ka qenë zjarmi. Hisja e etës ka qenë vujtja, që kjo është hisja që ke marë. Në kejtë këtë hisë të mirë, të ujit, të freskimit, të klarës, të pastrimit, të që mushë më ujë, te ke zgjetë më të keqen. Dhe nuben. Dhe gjithashtot, nga kuptimet që mund t'i marëm këtë të kofja mosht është se
Çdo kujt kur ti mushet kofja, Allahu e dënon atë. Don Allahu lën mi mush kofja. Apo deri dikur deri në gjysë tani pendohet e mush mirë, ama kur të mush fort kofën atë. Kur të merr Allahu xhallahu s'ka kështu përsa atë. Allah. Çdo zullumçar, çdo i keq, çdo i padrejt, çdo i lig, kur të mush kofën, Allahu thot kom i ardh isja dënimit si aty në para tyre që kanë qenë. Po, kanë pasur para, populli nuk që ka mush kofën. 950 ja ka pa Allahu kofën. Mosh ne ka dalë, mosh e mirë, e kanë mush keq, kur ka mru kulmin, apo ka ata shkamu, e keni mush kofën, e keni mush, edhe populli tjetër, çdo kush e ka i kofe, që kur të mush, e merr Allahu xhalla wala e dënë Allahu te bartalla, e s'ka më mësim me bërë shëtua. Fela yasta'jilun, hiç mos sugutni me anë që don e ku dënimi, te tonë keni kanë kofe, kur ti mushet, ju merr Allahu te bartalla. A e di kur mushet koka, ne nuk e dim. As që mos sugutni, pse Allahu nuk pidëron, po as ju arrogant edhe ju keqbërës mos sugutni se krejtosh me matje, el hasib, ai i mat punë mirë, e din shumë mirë kanë kur e merr e çfarë e merr. Ai e din, ne nuk kemi ata që ja bëjmë Allahut kalkulimet, ai din kalkulimet. Nëse bëjmë Allahut llogaritit, ai bën llogaritjet. E jo në është të i bindemi Allahut edhe këshyre me çka përmush kufën tona. Apo përmush me bamirësi e me adhurim, apo përmush me zullum dhe njerëzve e me të këqija e keqëpërim, se kur të mushit kupa, edhe populli thotë kur të mushit kupa, do në dije që ma sajmo s'ka kur farë arsvetimi. Fawailu lilladhina zalamu, fawailu lilladhina kafaru min yawmihim alladhi yu'adun, e mirë për ata që kanë mohuar. Shiko, mas padrejtisë u përmend mohimi, nga se mohimi është forma më e tmerrshme e padrejtisë. E atje Allahu e filloi surën që tha, mas betime thot, wa inna ad-dina lawaqi, wa inna ma tu'aduna lasadiq, wa inna ad-dina lawaqi. Domthon, këtu Allahu tha, aja që ju thash në fillim se dita e gjykimit ka ndodhur, lloga e rrëdhënia ka ndodhur, dhe është e vërtet aja që po e premtohet, mirë për ata atë ditë kur ndodh aja që i është premtuar. Në i është premtuar dënimi i zullumçarëve, i është premtuar keqbërësve, normal. Ata që kanë derë gjak mes njerëzve, ata që kanë penguar njerëzit me adhuru Allahun xhallahu ala, e kanë një ditë kur Allahu i pret për takim, e Allahu thotë mirë për ta për ditën e takimit me Allahun te bareke ve teala. Allahu na ruaj që ajo ditë të jetë një ditë e rëndë e shëmtuar për neve. Na mëson Allahu xhallahu ala që ta mbushim kofën mirë me ujë të pastër, që shpërlan zemrat tona, mendjet tona, bëhet ujë i pishëm për neve, nga se kështu është shpallja, por edhe një ushqim i këndshëm për të tjerët, me fjalë të mira, të jemi të dobishëm, të jemi të mirë, të përmirësojmë me fjalët tona, të pajtojmë njerëz me fjalët tona, të afrojmë njerëz me fjalët tona, jo t'i largojmë. Dhe na bëftë Allahu xhallahu që dita e takimit jetë dita e premtimit për shpërblim dhe dita më e mirë e jetës tonë. Me këtë të e përmbyllim edhe komendimin e surës Adh-Dhariyat, vazhdojmë inshallah me surën e ardhshme, takimin e ardhshëm. Deja te Zoti luajt, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.